Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Shërbimi Social Shtetëror kanë organizuar një aktivitet në Muzeun Sukuka, kushtuar nderimit dhe vlerësimit të moshuarve, në një atmosferë plot emocion dhe gëzim, të pranishmit shijuan një pjesë të traditës dhe kulturës sonë përmes inskenimit të dasmës shkodrane, duke sjellë kujtime dhe ndjenja të ngrohta për brezat e ndryshëm. Në fjalën e saj, nënkërëtarja e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti si një mesazh mirënjohje për kontributin e të moshuarve në shoqëri. Dita botërore të moshuarve është një kujtesë për të gjithë ne që të respektojmë, të vlerësojmë dhe të mbështesim të moshuarit tanë. Shkodra do të vazhdojë të punojë fort për të siguruar që ata të ndjehen pjesë e vlefshme e shoqërisë dhe të gëzojnë një jetë të denjë e të qetë. Po ashtu në kuadër të programit të bashkisë, së bashku për shëndetin tuaj, organizojmë takime periodike me të moshuarit, duke ndarë informacione të vlefshme për kujdesin shëndetësor. Po ashtu, Denis Malevi, specialist në Këshillin e Qarkut Shkodër, si dhe Fatjon Hoxha, drejtori i shtëpisë të moshuarve në Shkodër, falenderuan të moshuarit dhe theksuan angazhimin e institucioneve me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetesës së tyre. Këshilli i Qarkut, në projektet të saj gjithmonë ka pas prioritet, pra shterisa moshën e tretë, ku me shtëpinë të moshuarve Shkodër kemi pas disa projekte, ku qëllimi jonë ka qenë gjithmonë të ofrojmë një ditë ndryshe gjyshave dhe gjyshave të këtij qyteti dhe të kësaj shtëpie. Shtëpia e moshuarve Shkodër është e hapur për gjithë, të cilët duan të na bashkohen. Për sa kohë që ne shërbejmë tyre të moshuar, do ta gjejnë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe të frytshëm që gjyshave tonë t'i gjendemi sa më pranë me aktivitete ndryshme. I bëj thirrje të gjithë atyre që kanë një gjysh tek shtëpia apo sado larg që mund ta kenë atë, për kujdesen dhe të kujdesen për to. Ky aktivitet është një thirrje për respekt, dashuri dhe vlerësim të vazhdueshëm ndaj të moshuarve, duke rikujtuar rëndësinë e ruajtjes së traditave dhe përvojave që ata transmetojnë tek brezat e rinj.